Jam rritur në një familje ku femra nuk respektonte veten. Nuk shikoj nga burri I saj, nuk respektoj dhe gjithmonë vetëm jepte. Por kjo plagë nuk është vetëm e imja si fëmijë që u rrita në këtë familje. Nuk është e imja si grua që përjetova këtë plagë dhe përsërita ato që bënte mamaja ime, gjyshja ime, stërgjyshja ime, pavarësisht se kujtoja në thonjza që unë isha ndryshe dhe luftonja për lirinë dhe isha ajo femër që I thuaja mamas time, në qoftë se unë burri do ma bëj kështu, nuk do qëndroj, nuk do ta lejoj as të më godasi, as të jetë jashtë shtëpisë, as jetë ai mashkulli që nuk merr përgjegjësinë e gruas të familjes, të fëmijëve që ka lindur, të anës ekonomike, të sigurisë financiare, sepse të gjitha këto I përjetova si fëmijë. Por nuk mbaroi këtu. Unë I përjetova këto dhe si grua nga bashkëshorti im. Dhe nuk mbaroi kjo. U përsërit edhe një era I model. Derisa unë të shikoja kush ishte mësimi. Dhe gjithmonë mundohesha me forcë të kundërshtonja, të refuzoja, të mos qëndronja dhe mora dhe divorc. Sepse nuk doja ta lejonja veten ashtu si mamaja ime, duke vuajtur, duke zënë veten me faj, duke dhënë gjithçka dhe të marri thërrime. Gjithashtu, nuk doja që fëmijët e mi të rriteshin duke parë një mama që bënte sakrifica dhe nuk merrte asgjë. Kjo s'kishte të bënte me vlerën time, me vlerën e mamas time, të gjyshes, të stërgjyshes dhe 20 breza nga mbrapa. Nuk ka të bëj me ty që shikon këtë video, me nënën tënde, me gjyshe, me stërgjyshe, me të gjithë. Nuk ka të bëj me asnjë, nuk ka të bëj me vlerën tënde, por ka të bëj me plagën tënde, me dëmshurinë tënde, me atë që ty të mësuan brez pas brezi dhe pavarësisht se ti që më dëgjon dhe më shikon në këto momente, je vajzë me shkollë dhe je dhe në moshë të re, je dhe më e madhe nga mua, por diçka nuk të shkon mirë dhe nuk e kupton. Kjo dhe ishte shumë kohë derisa ta kuptonja, por duhet ta përjetoja, pavarësisht se refuzoja, ka të bëj me ADN-n tonë. Të gjitha këto plagët, të gjitha këto varësi në dhimbje, të gjitha këto rolet e shpëtimtarëve që kemi bërë ne si femra, kafshë meshkujve, se ashtuna është mësuar që në fillim të krijesës të një femre dhe të një mashkulli, sepse rolet nuk na u dhanë të barabarta. Pavarësisht se jetojmë dhe gjojash ne femrat kemi të drejta të barabarta ose luftuam që të kemi të drejta të barabarta. Është ndryshe fjala, ndryshe veprimi, ndryshe trashëgimi dhe unë jam ajo gruaja e parë, si të thuash, që shpirti im zgjodhi të vinte këtu në tokë së radhe me karmën shumë të madhe dhe personale, por dhe kolektive, që të shkëputesha dhe të ndihmonja brezat e mi ashtu edhe shkëputin nga
karma kolektive për të ndaluar dhënien pa mas dhe për të arruar veten, por që të rikthehemi tek vetja jonë, tek forca jonë, tek krijesa, tek ato që jemi si femra. Dhe këtu dua të të them që jo kot jam lindur në 8 mars, ditën e grave. Dhe vërtet kam qenë revolucionare, por kam kaluar shumë. Dhe shpesher kur ju më flisni në telefon, flisni për problemet tuaja, ju them gjithmonë, mos qëndroni te plaga, por shikoni zgjidhjen. Sepse në qoftë se unë do t'ju thosha jetën time, që më shikoni këtu, do arronit atë hallet tuaja. Por një gjë kam bërë tjetër nga ju, që mbeteni në ankesë dhe në qarje, dhe nuk ju kritikoj, e di shumë mirë si është të biesh dhe të ngrihesh, por puna është të biesh dhe të ngrihesh, jo të qëndrosh në plagë, pavarësisht se historia gjithmonë mund të përsëritet. Dhe kjo histori tek mua u përsërit shumë herë, dhe shumë e rash, por gjëja më e bukur që Zoti më ka dhënë forcë është se unë shpeshherë u ngrita. Dhe zgjidhja e shpirtrat tim të dashur nuk është të qëndrosh në rolin e viktimës, nuk është të luftosh, por është thjesht të kuptosh dhe të lëshosh, t'ia japish Zotit gjithë gjërat, problemet, t'i dorëzosh dhe t'jesh në rjedhë. Por nuk mund t'jesh shpëtimtarja e burrave, nuk mund t'jesh shpëtimtarja e babait tënd, vajzë e bukur, siç kam qenë unë dhe prisnja të më shikonte babai, të vinte në shtëpi, të ishim të lumtur të gjithë. Dhe duke mbetur në pritshmëri, ikin vitet. Nuk je ti ajo që do shpëtosh babain gjyshit së gjyshit, nuk je ti ajo që do shpëtosh burrin tënd dhe prej të shikoj. Prandaj në qoftë se je tradhtuar, në qoftë se je përdhunuar shpirtërisht, se përdhunimi nuk është vetëm fiziki. Përdhunimi më i madh është përdhunimi shpirtëror, që të ka bërë babai jot, që s'të ka nderuar, s'të ka respektuar, s'të ka vlerësuar, dhe ti pret që ta bëj burri jot, partneri jot. Shkaku është ky, dhe mos qëndro më duke pritur të shikohesh, por kur ti të shikosh shpirtin tënd, veten tënde, dhe të ndahesh nga karma kolektive edhe stërgjyshore, atëre do vi shërimi. Për të gjitha këto, do jem në datën 29 për herë të parë në Kosovë me sistemin përfaqësik transformues 333. Për herë të parë kam bërë vetëm postimin në rrjetet sociale. Dhe dua t'ju them ju kosovar, shqiptar, kudo që ndodheni, e kam bërë shpëtimtaren shumë herë, kam marrë barrën tuaj shumë herë, nuk kam fjetur, nuk kam ngrënë në kohë për t'ju përgjigjur, për t'ju qenë pranë, dhe po, dhe vlerësimi nuk ishte se më kishit të sigurt. Kësajere dua t'ju them që është bërë postimi. Ai që dëgjon thirrjen, që ndjen zemrën, dhe që do të bëj diçka ndryshe nga ato që ka bërë, është mashkull apo femër, sepse dhe ju meshkuj duhet të merrni përgjegjësinë tuaj, të jeni në vendin tuaj dhe të rriteni, mos mbeteni më ata djemat emocional. Mund të gjendeni në Kosovë. Më shkruani tek telefoni 0030 699 321 46 37, Viber, TikTok,